Ky buxhet është një buxhet historik për Partinë Socialiste, sepse për herë të parë adreson në mënyrë domethënëse dhe të qëndrueshme përmes një angazhimi financiar afatmesëm prej 1.7 miliard eurosh rritjen e mbështetjes së pensionistëve. Dhe e mira e kësaj pune, që gjithmonë vjen pastaj në favorin ton, është se fjalët i merera, faktet mbeten, dhe në ndërkohë ato që dëgjojnë njerëzit nga foltorja apo nga tryezat e këtij parlamenti kanë mundësi të vërtetojnë në muajt dhe në vitet që vinë, siç i kanë vërtetuar të gjitha ato që ne kemi thënë. Kështu që sa më shumë do thuhet që ne nuk po rrisim pensionet, aq më shumë pensionistët do të binden se nuk ka asnjë alternativë tjetër në Republikën e Shqipërisë për ta dhe për niprit dhe mbesat e tyre përveç Partisë Socialiste të Shqipërisë.